Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashk. Sot do të përgatis recetën që ju premtova kur unë përgatita recetën e specave tushi. Dhe thash që me këto speca tushi unë do të përgatis një recetë që përdoret për festat dhe banketat familjare. Fillojmë të i përgatisim. Speca tushi mua më kam përfunduar, më janë bërë për 8 ditë. Ja, kapakët që të fillojmë të përgatisim recetën. Si që kam theksuar edhe në videot e mëparshme, unë të gjitha llojet tushive që kam përgatitur si vjetë, i kam vendosur vaj ulliri sipër dhe ma ka qëndruar në mënyrë perfekte. Këtë ju a rekomandoj edhe juve. Sot, për të përgatitur këtë salat, unë do të përdor vetëm 4 speca. I kulloj mirë specat nga shëllida. Duhet keni kujdes që specat duhet jenë me tull të trash, jo me tull të hollë, sepse nuk do t'ju bëjnë fare. Do të shkrinë totalisht në shëllirë dhe do ngelen vetëm zhapat ose lëkurat, si thënë lëkurat e specave. Tani do t'i marrim specat dhe do t'i shplaj mirë në rrjedhjen e çesmës, pavarësisht se kanë edhe vaj ulliri, do t'i shplaj mirë sepse kanë shumë krip. Siç e kam demonstruar recetën që e kam postuar. I shplajmë në çezëm dhe ja ku i kemi të shplara. Tani do të marrim salcën e kosit dhe gjizën. Salcën e kosit unë e kam bërë vetë. I presim specat në copa të vogla. Ju mund t'i prisni si të dëshironi. Kjo është nga dëshirën tuaj. I përfunduam edhe grirën e specave. Tani fillojmë të përgatisim salatën. Si fillim do të përziejmë salcën e kosit dhe gjizën. Siç e shihni, salca e kosit është në mënyrë perfekte, sepse nuk e kam të blerë, e kam të përgatitur vetë. Dhe po të shihni ndryshimin e ngjyrës së salcës së kosit, që është pak më e verdhë si ngjyrë pana në krahasim me gjizën. I përziejmë mirë të dyja bashkë që të na bëhet një masë e njëjtë. Gjiza dhe salca e kosit të na përziejë mirë. I vendosim dhe pak vaj ulliri për ta zbutur atë masë që dhe lidhja e të dyja salcave të na bëhet mirë. I përziejmë prapë përsëri dhe vendosim specat e grira. Specat do e zbusin akoma dhe më shumë salcat. Ju mund t'i jidhni dhe një lugë gjelle salatës nga i lëndë që janë kulluar specat, sepse i jep dhe shije. Specat e kanë pak kripën, por duke u bashkuar me salcën e kosit që është pak krip dhe me gjizën që është pak krip, të japi një shije të shkëlqyer salatës. I përziej mirë, ku specat të zhyten plotësisht ke salcat që ne kemi përzier pak më parë. Është një recetë super e thjeshtë për të përgatitur dhe shumë e shijshme. Nuk është e thënë që të përdoret në festa familjare apo në bankete të ndryshme. Dhe në jetën e përditshme, unë e përdor pothuajse gjithmonë sepse më pëlqen shumë kjo recetë. I vendosim dhe vajin e ullirit. Sasia që po shihni, mase ju duket e tepër, por në mënyrë më absolute nuk është e tepër, sepse duke vendosur pjatancë në tavolinë, secili do marrë nga një lugë dhe kështu që edhe pjesën e vajit të ullirit do ta marrë. I vendosim pak majdano sipër dhe ola, ja ku e kemi gatën salatën, ju bëftë të mirë. Si që shihni, salata na ka dalë e mrekullueshme. Tani, unë e bëra këtë salatë enkas për t'ja demonstruar juve. Tani salatën do ta vendos në vazo. Që salatën do ta vendosni në frigorifer, sepse jashtë nuk vronë, thartohet shumë shpejt. Këtë duhet ta keni shumë parasysh, sepse është gjiza që thartohet kollaj, nëse nuk është në freskinë e duhur. Mbushim vazon, e njeshim pak dhe na ngeli pak sallatë. Këtë sallatë unë do të konsumoj në drekë. E shtypim pak me lugë që mos të ketë ajër, salca, sallata brenda njëra tjetrës. Dhe do t'i vendosim vaj ulliri sipër. E bllokojmë me vaj ulliri. Dhe kështu na ri sallata e freskët në mënyrë perfekte. I fshim buzët anësore të vazës dhe i vendosim kapak.
si që shifni, salata na ka dalë në mënyrë perfekte, si në sy, po edhe në shije. Unë e kam provuar, ju do ta provoni kur ta përgatisni në shtëpitë tuaja. Qoftë se kjo recetë ju ka pëlqyer, do të dëshiroja shumë që të abonoheshit në kanalin tim dhe të shtypnit butonin zile ku të njoftoheshit për të gjitha videot e radhës. Dhe do të dëshiroja shumë të lini komentin tuaj poshtë videos që kjo video ju ka pëlqyer dhe kur ta përgatisni recetën tuaj të thoni që na ka dalë një recetë perfekte. Mirë takofshi në videot e radhës dhe faleminderit që më ndiqni.